Serbisë, besoj paka shumë edhe shteteve të tjera të cilat e stimulojnë një çështje të tille, që Kosova të duket, themi, s'po di ç'më thon, as i Arabi, a duket si një shtet jo normal në Evropë, edhe kjo faktikisht i vërteton ato teoritë e Çubrilovicit e të tjerëve që rinia jo nuk i din, për ata që merren me çështjet historisë, i din për shkak shpërngulljeve të ne shqiptarëve që është bërë në Turqi, në emër të religionit, në emër të fesë, ma tepër ka shqiptar në Turqi sesa që ka shqiptar në Kosovë edhe në Shqipëri, duke shfrytzu situatën e krijuar shumë herët. A ka fakte që është në emër të fesë? Ka fakte. Unë nuk thash që ka fakte. Qysh po e merr krejt hapësirën me tregu sa keqë nëse kënej po thua s'ka fakte, për shkak se gafir në emision, edhe kështu që s'ka fakte që është në emër të fesë, ti nuk ke nevojë me bë krejt ligjërimin, sa keqë nëse në emër të fesë. Unë kam nevojë me thonë bashka duhen me thonë se për çfarë unë sigur me thonë aty ti më në kryq. Edhe nëse bën ai vrasje ke bërë shka kryq, s'ka sens, s'ka kuptim. Për çfarë moj kryqin? Jo, po kjo është abuzim me emisionin, me përcjell mesazhe individuale për një situatë fiktive. Ti veç duro pak se ky stie 500 euro nëse folmë me ndërpresë se ki njëherë në ndërpresë. Në 500 euro çka kanë më thonë? Po e kena pa në emision. Ti këtu personin që paguash për folion. E kemi pa në emision. Ti mbron se cilin kriminal normale çfarë thot ty. Mos e bë personale. Personale ti bëdo me bë. Cilin kriminal që ti apo. Personale ndaj nesër me pagu, ti e mbron atë qishin, edhe nga ka thënë sa burri mira se ekip punë.